Se me juaj keni dëshiruar të nënshtruarit e juaj ka që Allah Dhul Gjelal në këtë ditë të mëndshme, në këtë ditë Gjumaj, mos harroni në këtë ditë të dërgoni salavatën mbi të, familjen dhe shokët e tij, si puna më e mira që mundet me bërë besimtarit në këtë ditë Gjumaj. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلوات والسلام متسلة shpresoj të Zoti më mëdhëshëm që të na shpëtojë nga zjarri i xhenemit, që Zoti të na rrisë në grada të larta për hapur të dashurisë, për të dashur me ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salavat me të cilat kërkojmë prej Allahut të na pastrojë shpirtin e tonë, trupat e tonë, prej mëkateve dhe gjunave. Amin ya rabbal alamin. Pastaj xhamati ndëruar dijeni se sot është dita e dytë që ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ky ummet madhështor, që historinë e tij e ka madhështore, ky ummet i cili është ndërtuar mbi baza të tauhidit, njësojshmërie, ka shi Allah Dhul Gjelal Zoti i Madhëshëm, saqë i thanë mushrikët e Mekës, ja Muhammed, o Muhammed, kemi në të dhënë gruan më të mirë, vajzën më të mirë tonën që të martohesh me te. O Muhammed, kemi në të bërë pushtetarin më të lartë të Mekës, nëse ti donë. O Muhammed, sofe nëqma amwal ahli Quraysh wal Mekë, kullaha, do të bashkojmë pasurinë e banorëve të Mekës e Qurayshve, vetëm të largohesh prej kësaj rruge. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i mësoi ummetit të tij, na mësoi ne se la nejate, nuk ka shpëtim këtë dynjë, o vëllezër të nderuar, as me pozitiv, as me pasuni, dhe as me nesër të mirë, nëse nuk është në ndimin e Allah, se nëse është ja ke pa hajrin vetes, vetëm se me këtë dinë madhështor të vallahi, nëse ma jepni diellin të djathtën, nëse ma jepni hanën e të mojtën, wallahi nuk ka gjë e cila me largon për kësaj. E ky ummet vëllezër të nderuar, është ndërtuar në të baza të tauhidit, njësojshmërie, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja'alaha rasiha, i bëri të forta të patundura në jetën e besimtarit. I thënë njërin prej tyre, të gjithë shokët e tu kanë kryer punë, kanë mbetë vetëm krahu i djathtë i Jotit, të cilin do ta ekzekutojnë para teje. Morën në vëllezër të nderuar dhe ja ekzekutuan shokun e tij para vetes. Pastaj thanë, nëse nuk kthehesh prej fesë të Muhamedit, ke fatin e 7 shokëve të tu bashkë me krahun e djathtë tënd. Dhe kur sotën një enë që po vlon të vaj, dhe e morën për me rrugën të vazhdoj duke qajt. I thanë, ka dalile, se ndoshta po kthehet, i ra pishmani prej fesë së Muhammedit. E o vëllezër të nderuar, vallahi, nuk po qaj se kam frikë vdekjen, jo. Nuk po qaj se po e shoh vdekjen në sytë e mi. Po qaj, la ilaha illallah, qa shemë. Duam që shemë shmesin tonë, vallahi vëllezër. Duam që imanin këtë zaman, ku imani është dopsuar. Vallahi ta, nuk po qaj për asnjërin prej tyre, po qaj se të kisha pas shpirta, sa qine filogu ka në kohë, të gjitha dhe të kisha dhënë për hirë Allah. Prandaj vëllezër të nderuar, ky ummet ka hyrë në vitin e 1447, të është dita
dita e dytë. Dhe elhamdulillah. Israja, hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, largimi nga Mekka në Medinë, nuk dua ta tregoj thjesht si histori sepse elhamdulillah është treguar ashtu dhe është rikthyer, por dua që të nxjerrim prej kësaj historie atë që neve është e dobishme në të kohën të cilën ne jetojmë. Erdhi hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në momentet më të vështira të jetës së tij, kur i kishte vdekur bashkëshortja e tij, kur mushrikët e Mekës kërkonin në ndonë mos trupin e tij në kokën e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur gjithçka ishte bërë e vështirë, u urdhërua për hijret, largimin nga Mekka në Medinë. Dhe o vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u larguar nga Mekka, mos kujtojmë se ka qenë thjesht një lëvizje e përkohshme e lehtë pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka dashur Mekën më shumë se çdo gjë në këtë rruzull. Laula ya Mekka, o Mekka jeme, që qash shpirti dhe zemra këtë kokën e të laula akhrajoni min. Sikur mos më kishin nxjerrë prej teje, kur dhe nuk do të kisha dhënë. Qatë shumë të duhën ty, Mekë. O vëllezër të nderuar, prandaj prej këtij mësimi, nëse të kushtohet jeta, vallahi, kush është ai që nuk i kushtohet jeta në këtë kohë të cilën ne jetojmë? O vëllezër të nderuar, bërgjëriut, nëse i kushtohet shpirti dhe jeta. O vëllezër të nderuar, prindërve, nëse i kushtohet shpirti dhe jeta, kam djalin, nuk ka bërë në shok haram, nuk ka bërë në shoqni të keqe, sa nëna vallahi nëtët e tyre, te kjo dere xhamis dhe ta vallahi tim, për fëmijët të cilët ju kanë dalë prej dursh, nënat të cilat e ngati me lanë shpirtat e tyre. Atë në djali të bie më darkë në shpirë, se e ka marrë mëve djali me e pa që nuk i den shpirë nënës, nuk i den shpirë babës. Andaj në kese ku të mështohen toka, ku të vështirësohen jeta, ku të vështirësohet jeta, kujtojnë hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dini Allah se vallahi mbas vështirësisë Allahu ka më sjellë lehtësim dhe mbas vështirësisë ka më sjellë lehtësim. Është përsëri dy herë ky ajet kuranor në mënyrë që besimtarit të flenë zemrën e qetësohet se vallahi mbas vështirësisë vjen lehtësimi i Allahut azza wa jalla. O vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin që urdhëroi për më largu nga Mekka, në krevatin e tij vendos Aliun. Aliu ka qenë sabi, fëmijë, sikur ata fëmijët e kursit që i pak më pak, ashtu ka qenë Aliu sabi. Neve nëse ne jordon sabive tonë, fëmijëve tonë 2 lek, 5 lek, në sabah ku shkojnë në shkollë, qanë të lira, edhe kur vjen për shkollë ta mapuj, fëmija. Edhe kur vjen për shkollë, nuk thot të pa verën, të maturit. La ilaha illallah. Ali radiallahu anhu, shtatin e vdekjes. Po të në vdekje për Allah. Dhe mushrikët e Mekës, para se me ekzekutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se mendonin se ishte ai. Tha njëri prej tyre, ta heqi njerë këtë qaqafën, për e hoqi qaqafën të Aliut të vdekje. Allah. E kemi nevojë në vëllezër që të rrisim në familjet e tona, kështu fëmijësh. Dhe ky është mesazhi i hijretit të vëllezër. Kemi nevojë neve që të përmirësohemi, të vazhdojmë një standard të rinjeve. Neve nuk mundemi të jemi standard i shoqërisë së prishur. Ne nuk mund të jemi standard i shoqërisë e cila gjithçka e ndërton mbi haram. Pasurinë e saj, jetën e saj, ushqimin e saj, pijen e saj, rrobën e saj, enda yustajab la. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kur i
dhe standarti unë e thotë nga është, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse ban, alhamdulillah. Nëse zban, ai kemi vore o lezër të ndërruar. Subhanallah, Allah azza wa jall, Zoti më mëshëm, edhe halalën e ka po me qera. Halal, qështjera, haram, s'do me dalë. Nuk do me dalë, një dhe të bojë. Ndaj kemi në vetër të atila standartë. Dhe kjo është mesazhi i drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kalimi nga një gjendje në një gjendje tjetër në të cilën ti je i qetë me Allahun. E nëse nuk je i qetë me Allahun, atëherë këtë mundohesh. Se nahshuru yawm al-qiyamah a'ma, do ta rinjallë do i cili nuk i ka raportën e mira me Zotin, do ta rinjallë atë të përbër. Qala Rabbi, lima hashartani a'ma, wa qad kuntu basira, i thot Zotit ja Rabbi, se më rinjallë të përbër kam pa në dynja. Shikoni o vëllezër, përgjigje Allahu të thotë, kadhalika ataka ayatuna fanasiha, kadhalika yawma tunsa. Kështu të kanë ardhur argumentet e Zotit. Edhe ke bërë si ke pa ajetet e Kuranit, ke bërë si ke pa ajetet e Allahut azza wa jall, ke bërë si ke gjua ajetet e Allahut. E kadhalika yawma tunsa, sikur ja harron dynja. Ashtu të harron me thot Allah, mos i dalë. Ama vëzë me harron një tjetrin, e morin telefon vallahi më bëh Allah, se pata më ardhi ti po harrova, e pata një mund pata një javë. Allah dhe ke për s'ka gajnë. Ama me të harron Allahu, wallahi kjo është gajnë e mërë. E o vëllezër të ndëruar në mësimeve të hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam kur del me derës së tij me Abu Bekrin. I thot Allahu azza wa jall në një grush me edhe hudhën Muhammed. 12 parit e Mekës kishin marrë 12 djelmosha të cilët kishin treguar shpinën pejgamberit alaihi salam. Dhe kur të dilte ta kuptonin të 12 që gjarë të pejgamberit alaihi salam është kudan. Mos me kërku kush gjarë. Dhe vëllezër i thot Allahu merr një grush edhe o Muhammed dhe hudhë syret e tyre. I thot Allahu ja Muhammed, na rabe, edrabe, walakin Allah rama. Mos mendose ti qërove dhe i përbove syret e tyre. Allahu merr sebebin këtë dynjë. Merr sebebin këtë dynjë o tokër. Fëmijëve tonë që o mësën Fatihan, pa ja mësën Fatihan, që shdo me ja mësën namazin. Fëmijëve tonë që o mësën namazin, që o mësën abdesin. Fëmijëve tonë që o mësën një histori, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fëmijëve tonë që o mësën një kurën Allah, por fëmijëve tonë që o bëjnë në meje, në bas akshamit. Dhe ti themi në babën në këtë dynjë, në kapshtin, vetëm se kur jemi në Allahun azza wa jall. Në rëmejt e nërëmë, nuk e gjujti Allah, ti mërë se bebe. Allah është ajë cili të kam bërë. Prandaj vëllezër të ndëruar nga njëherë, neve mundohemi, një taksis gjahil, vallahi gjahil. Tha e dita kur unë e kam besu Allah, tha e kam besuar Allah në një ditë dër ditët më të vështira të mija. Kam dalë që në rëkavër, deri në të darë dhe shtu në mbylla qani, nuk ka ardhë kush në mbyllë, sa ke prej qemre deri të pazari për shemë. Në atë moment, kër mbylla taksim dhe e meza i mërzitur, thash bismillah dhe zot, kam harru thëmë dhe bo bismillah në sabah. Bismillah zot pak në qëke me bereqet në shpi, më qëke me mërzit në shpi. Tha vjeti kush edhe në thotë, kam nësi ka deri dhe klinikat e si në porcelan, po, hajde, sa t'jabësh, vetëm ta thajat mërzimi, sa kam shkuat e në të tjetëri, a ka mundësi ta deri në rinës, dhe kur ka ma në rinës, ka mo 4 ku, vallaj, sa për 3 dita vallahu që në bereqet, atë dita e ka nësu Allah të jabë. Bismillah e pra, do të mërë se bebe, do të mërë shkashtë të kësaj dynjë. Prandaj vëllezër, kjo është mësim i kësaj historie e hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përfitimi apo mësimi tjetër e hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, është shoku vëllezër, shoku në xhamatin e ndërruar. O djelmosha të ndërruar,
gjithë një shokët e juaj, المرء على دين خليل فاتخذون فلينظر احدكم عمن يتخذ خليلا فلينظر احدكم عمن يتخذ خليلا njeriu është në fenë e shokut ti. Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për hijret zgjedhja e Abu Bekrit, shokun më të mirë. Dhe Abu Bekri nuk ja qëndron këtë zgjedhje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i mirë është, sa shok i mirë është Abu Bekri radiallahu anhu. Kur ka shku në një kodër, Abu Bekri është gjik i pari, se mos ndoshta ka armikët e maton. Dhe kur ka zbrit në një lugin, Abu Bekri ka shku i pari, se mos ndoshta ka në një armik, e ka zbulu vendin. Kur e shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri e ka pastru vendin, se mos kep një gur një gjem për pejgamberin alayhis salam. E vëllezër të ndëruar, kur e ka mu kokën e tij fisnike, të kofsha e Abu Bekrit radiallahu anhu, dhe të iskohet për i gjarë, për të shikoj që fa shokë. Shokë që stune, shokë i mami, e shokë që të mbarë, sa të është për gjamuje, i bu shokë. Abu Bekri i pikon loti në faqën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur hapsi pejgamberi alaihi salam, i thotë Abu Bekri, në dhe ju ki, se po qanë, kur ja të regoj këmër në jarë sallallahu alaihi ka shu gjamuje. O lezë nuk e lumë këmër e ti, pse? Që mos të apliqë gjumin të dashme Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mësimi i kësaj historie. E hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi nevojë për shumë dini, për shumë që në mësim fenë, për shumë që në largojmë nga alkooli, për shumë që në largojmë nga duhani, për shumë që në largojmë nga droga, për shumë të cilën në largojmë nga veset e këqija, për shumë që në largojmë nga talavaja, ta modën muziknatën. A gruja me fëmijët atë, të të kujtë të më shpinë, la ilaha illallah, kja është kena më e poshtër. Ti ta modën talava, dhe gruja me fëmijët në shpi, kja nuk është njësë të vëllezë. A shok të dinit nuk të banën këtë. Shok të dinit që në shpi, si të falë shjatësin, thoni në të shku në shpi, selam aleikum. Rëndaj vëllezër të ndëruar, hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tërsinë e tij është një mesazh më i madh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë ummetit të tij. Dhe ne inshallah diçka e imajshëm të mesazhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sallallahu mbi 7% që Allah mbi ne dhe mbi ummetin e tij të zbresë rahmetin mësim dhe begatim. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه